U rikthyer në studio dashur ku do vazhdojmë bisedën me, siç e thega më herët, dy artiste. Kemi të ftuar në studio Sibel Abdiu në rolin e regjisorës dhe po ashtu Benun Sahin, që është aktore aktoria në serialin më të ri Qarshia, që na vjen në formë sitcomi apo në formë skeqe të shkurtra, nëse nuk gaboj. Përshëndetje, shumë kënaqësi t'ju kem sot në emision. Përshëndetje. Vjen mirë që jam pjesë e këtij emisioni sot. Sibel, na erdhi seriali i ri, Qarshia, është epizoda e 6 me radhë, apo jo, siç po diskutonim më herët. Si rodhi ideja në përgjithësi? Ideja filloi në 2020-ën, kur të gjithë ishim në atë çmendurinë e pandemisë, edhe profesioni jonë ishte gati si i shujt krejt. Edhe me ekipën tonë atëherë mendum çka mundemi me bo, diçka mos me hub kohë derisa zgjat ajo pandemia që nuk e dishim se çka ka me ndodh në të ardhmen. Edhe unë vendosa ta shkruaj një koncept. Edhe ideja më lindi fatkeqësisht prej nevojës për promovimin e bashkëjetesës dhe multikulturalizmit, sepse e vërejta që filloi një segregim i panevojshëm, me thonë, që më ra në sy edhe filloi me më pengu. Edhe prej këtu lindi ideja, pastaj fillova të përpunoj konceptin, dhe vendosa që mënyra më e mirë për me shpërnda me popullin ideat pozitive është humori. Edhe prandaj vendosëm për këtë zhanër të humorit, edhe pastaj filloi kërkesa për fonde, për donator. Kjo zakonisht pjesa pak më sfiduese, më sfiduese, edhe tash ishte bile dy fish më sfiduese për shkak pandemisë. Por unë besoj që ideat e mira çdo herë gjejnë rrugën e vet, ashtu që edhe kjo ide gjeti rrugën e vet, edhe në 2025 filloi me u realizu. Epizoda e 6 me radhë, si e shohim përgjigjen apo zhvillimin deri më tani? Filloi interesi tek publiku, sidomos target publikun që e kemi të rit, sepse... Çfarë moshe flasim? Flasim mosha prej 12-13 deri më 20, ma thonë, maksimum. Mosha ku më së mirti mundemi me ju spjegu të rive për sa është e rëndësishme bashkëjetesa edhe multikulturalizmi, po ashtu edhe trashëgimia kulturore për Qarshinë, edhe temat të tjera pozitive, barazia gjinore, edhe shumë temat të tjera. Fillum të promovojmë edhe në TikTok, është një platformë, si që dim krejt, ku të rritë më së shumti kalojnë kohë, edhe ka interes, edhe shpresojmë që ka me pas edhe më shumë. Po, përzgjedhja e aktorëve si shka, pasi kemi dhe Benun këtu, e cila luan rolin e Erës, apo jo, nëse nuk gaboj, një nga rolet kryesore, si na shkoi përzgjedhja e aktorëve së pari, para se të kaloj pak dhe tek Benun. Zgjedhja e aktorëve ishte gjys-gjys. Në fillim kur i shkruajsha karakteret, i kisha në mend aktorët, cilët aktor kisha dasht me qenë karakteri posaçëm. Po disa aktor erdhën edhe pa pritmas me casting që i bënëm. Një prej atyre ishte Benu, sepse me Benun patëm një bashkëpunim vitin e kaluar në një film të metrazhit të gjatë. Para asaj nuk e njihshim Benun, në 2020 kur e kemi shërnu konceptin. Edhe bashkëpunimi ishte shumë i suksesshëm në filmin e metrazhit të gjatë me emrin Debora. Edhe prej atje na erdhi ideja që mundemi edhe këtu me bashkëpunu, Benu me gjithë qefe pranoja dhe ashtu vazhdu. Luan një nga rolet kryesore, apo jo Benu, të Erës, nëse nuk gaboj, si e pritët së pari thirrjen apo bashkëpunimin e ri me Sibelin dhe të gjithë produksionin? Ne, pse që kemi bashkëpunuar edhe më herët, e disha që do ta kem besimin 100% tek Sibeli, sepse këto punë shkojnë pak edhe me besimin që i kemi produksionin me regjisorin,
se është edhe dush me kalu edhe një kohë të mirë kur ingjizon diçka për popullin, dush edhe ti mu kanë knaqët. Më së pari, pastaj me knaq edhe popullin. Pastaj edhe ajo energjia, komplet. Po, edhe ajo energjia. Kure pash scenarion që më dërguan, e pash që shumë e kemi do pjesë tafërta me erën. Është një vajzë shumë e lidh me social media, pak e lazdruar, që e thot gjitha cenet që i kam brenda i thot që pa problem, edhe mendoj që i kemi do pika ngjajshme dhe shumë u gëzova që do ta luaj një kësi lloj karakteri, se është shumë me energji, i ka skenat shumë me humor të lartë, edhe është. Çfarë bën saktësisht Era? Në rol, paka shumë e përshkruajmë si personazh, po si futet në serial, apo roli saj më saktësisht çfarë është? Era është një vajza e vogël e një familje shqiptare, që merret me social media, më së shumti. Aty, si që kemi edhe tash në kohën e re, secili i rinj ban TikTok-a, merret me social media, dhe Era është bësh një karakter që mund të them shumë i vërtet, se edhe une merrem me video, me kësi gjana, që Era bën challenge, bën TikTok pranks me familjen e vetë, edhe pse ato hiç nuk janë të kënaqur me Erën, pa jo pak i nervozon, po pastaj e falin, se është më e vogla. Fiks jeta e përditshme, si bëra po. E përshkruajmë pak serialin, pak më në detaje se çfarë shohim, rreth kuj sillet, e kuptojmë që ka të bëjë me trashëgimin kulturor dhe po ashtu edhe bashkëtesën, gjë që është shumë e rëndësishme, sidomos për gjeneratat për të cilat targohet, po pak më në detaje se çfarë shohim apo çfarë mund të ndjekim në serial. Po. Pra, struktura e serialit përbëhet prej 3 familjeve që janë në rol kryesor, familja turk, familja shqiptar edhe maqedon. Të tret janë esnaf të qarshis, turku ka ëmbëltore, shqiptari ka burektore, maqedoni është berber. Edhe është bukvalisht jeta e përditshme, problemet që të gjithi kemi, bërlogu nuk na mledhin, ajri nuk është i pastër, nuk kujdesemi për trashëgimit kulturore, probleme familjare, Fëmijë që arrin gjipite në rrjetet sociale. Pra, me të vërtet problemet të përditshme dhe shumë kujdesemi që humori mos të jetë i bazuar në dallimet, po ato që na bashkojnë. Ato gjanat që na bashkojnë. Ajo është sendim mas shumti që i përkushtojmë vëmendje. Dhe besoj që kur qeshim, të gjithë qeshim në njëjtën gjuhë. Edhe tentojmë qatë sëndë me e të regu, se që është qëka është me rëndësi. Me që e kemi edhe Benun se isha duke të quajtur Era, për pak të besoj që e ke problem. Se kam. Me që nëse e kemi edhe të rejnë në mosh, edhe paka shumë besoj që ndoshta moshatarëve se të kanë përcjellur dhe serialin, dua të di pak mbi përshtypjen ndoshta që të kanë thënë apo komentet që kishin ata. Me qenë se Era është një karakter, një vajzë e lazdruar, këtë më kanë thënë, sa shumë për ngjajni me karakterin. Janë mënuar pak më nervozu të them, të bëjnë hajgare, po pak edhe ta them drejtë më ka pëlqy, se më pëlqen vetë karakteri që e luaj. Rrethi dhe shoqëria, moshatarët e me kanë pas përshtypjen shumë të mirë, se është një projekt që nuk e kanë pa ma herët, edhe në stilin që ne pëlqejmë, ne të rinjtë e pëlqejmë, sepse bëjmë non-stop scroll në social media, nuk kena qef mi këshyrë senet shumë gjata dhe që janë boring. Edhe e kam pëlqy se e këshyrë një sen qkurt dhe e merr një mesazh shumë të madh prej asaj në formë të humorit, dhe për ne të rinjtë nuk besoj që ka ndonjë sen më të mirë për me shiku në këto periudha. Është gjithçka mirë menduar, Sibel, besoj deri në detajin e fundit, pasi edhe për target audiencën që e keni, fiksi që thotë edhe Benun që gjithçka është, edhe videot janë të shkurtra dhe mesazhi dërgohet më qartë dhe kapet vëmendja më thënë
Po, fiks si që kërkohet. Ajo ishte edhe idea, në çfarë mënyrë mundemi me tërheq vëmendjen e kësaj target grupës që është shumë specifike, edhe është dallimi tepër i madh mes neve dhe atyve. Për shembull, dallimi mes neve dhe një gjeneratës pak më të moshuar se neve nuk është aq i madh, po mes neve dhe Generation Z është tepër i madh se ato janë rrit me teknologji, me social media, edhe është për mua është shumë vështirë me kuptu sistemin e funksionimit të asaj gjeneratës, po mundohemi, dhe prandaj e zgjedhëm këtë formën hibrida. Në fillim ideja ishte ta bëjmë projektin si sitcom me epizoda të gjata prej 20 minuta, siç është standardi i sitcomit. Dhe kur i diskutuam këto çështje me ambasadën suedisë të cilët na përkrahën në këtë projekt, projekti ju duk pakës i madh, edhe kishin të drejtë, sepse edhe atëherë ishte pandemia, edhe duheshte ta gjejmë një tjetër mënyrë edhe formë, sepse gjithçka po ndryshonte shumë shpejt. Edhe pastaj na erdhëm me këtë ide ta provojmë këtë formën hibride, epizoda të shkurta. Nuk mundemi t'i quajmë as skeqa, sepse karakterët janë të njëjtat, është si serial, po vetëm forma është e shkurtë. Si mendojnë formë hibride, që ta sqarojmë pak më tepër për shikuesit? Domethënë është si epizod e sitcomit, mirë po në 3 deri më 5 minuta. Në për masa më të vogla. Po. Ajo është vetëm dallimi, edhe incizohet në studio. Studion e kemi ndërtuar brenda në Çarshi, edhe ka një histori shumë interesant ndërtimi i studios. Ishim duke kërkuar 3 dyqane afër njëna tjetrës në Çarshi, që është tepër vështirë tash me gjetë, sepse Çarshia u ringjall, edhe ajo është një send që neve shumë na pëlqen, po konkretisht për serialin ishte pakës problem. Edhe për shkak turistave, për shkak qarkullimit të njerëzve, dhe duke shëtit në për Çarshi, gjetëm këtë, si me thamë, është një vend si magazin, është vend i madh, edhe na erdhi kjo idea që mundemi me ndërtu brenda studion, sepse siç e dini në studio është shumë ma lehtë me përgjirime, sepse drita është e kontrolluar, zëri është i kontrolluar, gjithçka ashtu që është shumë ma lehtë. Edhe duke ndet me ekipën tonë te kafeneja këtu poshtë, vetëm e lexuam emrin e rrugës, shkruante Lazar Tanev, thotë kush është ky, hynom me njerë në Google me kontrollu kush është Lazar Tanev, e pam që ka qenë një njeri që ka luftu për bashkëjetesë, për multikulturalizëm, tash që kjo është mesazhi që duhet këtu ta bëjmë këtë serial, edhe ndërtuam Çarshin tonë në atë studio. Mirë po studioja ka xhama shumë të mëdha, edhe faktikisht duket rruga jashtë me kaldërmën prej xhamave, edhe është sikur me qenë në Çarshi. Para se të pyes pak se dua të di edhe mbi aktorët e tjerë dhe personazhet që kemi, më thuaj pak edhe sepse shifet studio nga jashtë, po ashtu edhe besoj është marrë më vesh se po gjirohet një serial me emrin Çarshia, vetë se aty në Çarshi, si janë pritjet dhe komentet e njerëzve, të cilët janë punëtorët e Çarshisë, po besoj keni marrë mesazhe, ndoshta edhe ndonjë ndimes apo të tilla. Tepër pozitiv kemi kalu me Esnafin, sidomos, na kam përkrah shumë edhe enda na përkrahin. Na kalum një periudhë të gjatë prej 2 muajve, derisa ishim duke ndërtu studion, edhe në fazën e pre-production, në Çarshi ishim gati sa çdo ditë atje, edhe u shoqënu me Esnafin, fillum ta jetojmë atë jetën e atyne, ku pinë kafe në mëngjes, vendet ku mbledhen, ku pinë supat mira. Bisedat të ndryshme. Po, bisedat të ndryshme, edhe kur va spjegum se çfarë projekti jemi duke bërë, to me gjithë qef na përkrahën, edhe para se më fillu me e shfaq serialin, na shkum edhe va tregum epizodat atyne, Esnafit, edhe morëm mendime prej ato si focus group e honëm, edhe patën shumë komenta pozitive, ashtu që kemi super bashkëjetesë me Esnafit.
Benu, thuaj pak, sepse po bisedojmë me Sibelin që tregon serialit trashëgimin kulturore, mundohet të përçojë një mesazh të rinj për rëndësinë e bashkëjetesës, edhe gjithçka që tregon dhe rrethon qarshia. Sa rëndësishme dhe si ndihesh ti të luash në një serial me një mesazh të tillë? Ndjehem shumë me fat që e kam atë pjesë ta tregoj këtë, se ende kemi këtë problem, edhe pse kanë kaluar 100 vite, ende kemi probleme me bashkëjetesën. Unë vetë në shoqëri, pse jam rrit në një familje të tillë që më kanë mësuar se nuk do të më nda asnjë komb, asnjë fe, asnjë gjë. Sa herë kam qenë e afërt me të gjitha shoqëritë. Po unë si person kam qenë ndonjëherë anash kaluar si prej kombit apo prej ku e di çfarë unë, që ende s'e kuptoj se pse bëjnë këtë dallim, po ndjem shumë e fat që këtë muj me shpreh edhe në shoqërinë time, që muj me shiku diçka që edhe është në bazë të komedisë, që tërheq vëmendje edhe që do ta marrin një mesazh të madh. Shumë mirë, domethënë erdhi momenti, mundësia që eksperiencat e tua ti tregosh përmes artit. E re në moshë gjithsesi, jo e re në karrierë, jo e re në aktrim. Ke pas eksperiencat e tjera, sidoqoftë si është të luash në komedi dhe të tillë formati si sitcom apo sketch tashmë? E ndjej veten më të afërt në komedi. Më herët kam pas edhe seriale të ndryshme që ishten më shumë me dramë. Mund të them që është më rënd, edhe si edhe për me aktru, po edhe pas skenave nuk mund të dalsh prej atyve emocioneve, mund të them këtë për veten. Po në komedi e gjej veten më shumë se edhe në jetën normale jam në sot që bëj shakaja, pak i Fikse dhe personazhi që duket është përshtatur komplet. Shumë. Edhe besoj edhe kjo energjia pastaj me kastën në përgjithësi me anëtarët e tjerë është komedia bën ndoshta edhe më të lehtat lidhjen mes njëri tjetrit. Edhe gjallëria e qarshisë le ta themi bën vetën. Po, edhe gjallënia e qarshisë, edhe që ata që tregojmë në sitcomin ta them, është edhe në prapaskena, jo vetëm në scenarion që kemi që kemi një familje turke, shqiptare, maqedone, po edhe pas skenave krejt jemi të përzir, kemi aktor që është maqedon, kemi shqiptar, kemi turqilik, kemi rom, kemi të gjitha muhabetet e njëjta kemi të gjitha, kur mbyllen kamerat. Absolutisht. Dua të di pak, sepse është dhe komedi, ndodh nganjëherë moment improvizimi apo... Po, zakonisht bëjmë prova një ditë para xhirimeve, bëjmë prova edhe atje dalin skenat shumë funny edhe interesant ku aktorët improvizojnë edhe neve ekipës prapa kamerave na pëlqejnë këto gjana edhe shumicën e gjanave i shfrytëzojmë prej improvizimeve. Edhe është shumë interesant se jo vetëm ekipa e aktorëve, po edhe ekipa teknike është e përzier. Do të thënë kemi prej çdo kombi, prej çdo lagjes, shkupit, po shumë të ekipe përzier, ashtu që po kënaqemi. Dua di pak sepse Esnafi siç duket e ka ja verdiktin, i pëlqen dhe ka komente pozitive mbi serialin, gjithsesi kanë pas rast kur turistët apo të tjerë kalimtar janë futur ose kanë dashur të dinë siç po ndodh? Po, bile kemi pas një rast shumë interesant ku aktori që luan rolin e berberit Risto në serialin e ka qikën në Gjermani, studente edhe aktron si ai mundohet me mësu gjermanisht, me Duolingo. Edhe në atë moment kalun do turista edhe e kanë pyet çka jeni duke bërë këtu, ai u ka tregu që unë luaj këtë rol, kam qikën në Gjermani, ai turisti ka thënë unë jam gjerman, edhe bashkëshortën e kam maqedone, edhe baba i asaj gjithë mundohet me mësu gjermanisht dhe me na impresionu neve, ashtu që po edhe me turista kena pas situata interesante. Skenat nuk gjiron vetëm brenda, apo jo, gjiron dhe jashta? Edhe jashtë, kemi edhe jashtë, edhe mrenda, po shumica janë mrenda.
Çfarë personazhe të tjera kemi përveç Erës që kemi njërin nga rolet kryesore? E kemi motrën e Erës, Venera, e cila është astrofiziste dhe një aktiviste feministe, e cila ka gjithë idea si me përparu shoqnin, edhe është pak ma serioze se Era. Shumë ma serioze. Në atë role kemi të nderuarën Vanessa Petrovci nga Prishtina, kemi babën e Erës që e luan Kushtrimi, është Hamdi Rashiti, aktori, nana është Raimonda Ahmeti, po njësoj nga Prishtina. Kemi rolin e aktorëve prej në familjen turke, janë aktor prej teatrit turk, është Gjenab Samet, Suzan Akbelge, Jetkin Sezajr edhe Din Ibrahim. Në rolin e Maqedonëve është Borçe Naçev, i cili e luan Riston, i cili gruan e ka një fantazme e cila ka ndruar jetë, po paraqitet si një fantazme dhe është si comic relief moment në serialin, sepse vetëm ai është Milica e ka emrin. Karakteri e interpreton Jacqueline Petrovska dhe gjithë snafi dhe qarshia e din që ai është Milicën edhe nuk kanë problem me atë moment. Po, nuk e bezdisin edhe bile do njëherë edhe ato i tregon çka me pyet Milicën. Edhe qikën e Ristos, Milena, e luan një vajzë si Benu që është 18 vjeçare, nuk është aktore, me thonë profesioniste me profesion, por i pëlqen shumë ky profesion edhe me Milenën është ky bashkëpunimi jon i tretë. Ashtu që kemi një ekip shumë të mirë me harmoni që punojnë. Deri tash, qoftë me Erën, po edhe me ekipën, përgjithësi cilat janë disa nga momentet që të flen apo që i kujton me shumë të qeshura? Parzit, kur fliste Sibeli për që jemi edhe pjesë prej vetës, tek seriali më kujtu pjesa e Simit Fogaçës që e kishim me Berkanin. Atë ditë unë mund të them që kështu në tokë jemi shtrirë duke qeshur me Sibelin dhe kemi bëmbeja që nuk do të hajmë Simit Fogaç, do të shifni mundet edhe javën tjetër në epizodën. Kjo është shtata që do na vija, po nuk e di mende, po ka me qenë njëna prej epizodave të ardhshme, ashtu që mos ta zbulojmë çka është, po. Po kemi kalu shumë bukur, ishte një moment kur duheshte aktori Berkani që e lun rolin e Argjendit, djali i Argjentarit, me qenë pjesë një challenge ku hajnë Simit Pogaç. Edhe na mendumat ta bëjmë si improvizim, jo aq real, po Berkani insistonte që ajo me qenë skenë reale, edhe i ka hangër atë shpejt Simit Pogaç që ne nuk ishim me besu, po kemi kalu shumë tepër mirë në ato momente. Deri tash mendoj është planifikuar për 36 epizoda, po? Po. Tregojmë pak se ku mund ta ndjekim serialin? Mundeni ta ndjekni në YouTube. Në YouTube shkojnë epizodat e gjata prej 3 deri 5 minuta. Po ashtu mundeni me ndjek epizodat, janë versionet të shkurta prej 1 minutë në Facebook, në Instagram dhe TikTok. Ndër emrin Qarshia me CHIA. Sezona e parë, gjithsesi 36 epizoda, planifikojmë gjithsesi një sezon të dytë, sepse Benu më tha që sepse do na ikë në Turqi, apo jo për studime, kështu që thotë që sezona e dytë do jetë një arsye shtesë për të na ardhur përsëri. Shpresojmë shumë që do të kemi epizodën e dytë. Benu nuk e lejmë rahat, ajo me siguri ka me pas momente kur ka me u kthy në Shkup, ashtu që do ta shfrytëzojmë. Ta kemi edhe një arsye që të vim më shpesh se merr mallë, s'mujmë ne. Pastaj era i duhet serialit me dorë mos për ato besoj momentet komike dhe të lezetshme.
Unë i falenderoj shumë të dyjave që erdhët sot dhe që gjetët kohë dhe mundësi të ishit me neve. Uroj që ritakohemi sërish, qoftë për serialin Qashia, po edhe për tjera projekte suksese dhe shumë suksese tutja. Faleminderit shumë që na ftuat dhe shpresojmë që do të takohemi prapë. Dhe po ashtu uroj që me vërtet mesazhit përcillet edhe të kuptohet tek të gjithë, jo vetëm tek target audienca, po në përgjithësi të arrijë aty ku duhet. Shpresojmë edhe ne. Tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes dhe unë duke ju uruar një pazite sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtin orë. Mirëmbëjtje.